Kjo është fleta e votimit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit këtë vit. Zgjedhjet parlamentare zhvillohen çdo 4 vite në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin 140 deputetë të cilët do të përfaqësojnë vullnetin e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Zgjedhjet parlamentare zhvillohen çdo 4 vite dhe koalicioni apo partia që zotëron pjesën më të madhe të mandateve në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve do të krijojë qeverinë dhe do të drejtojë vendin për 4 vite të ardhshme. Por kur jemi në prag të zgjedhjeve, çfarë duhet kemi parasysh në ditën vendimtare, në fakt, në 11 maj, aty ku vullneti i popullit do të shfaqet përmes votimit në fletën e votimit. Fleta që mbaj në duar është një shembull i fletës së votimit, e cila është formuluar nga KQZ për qarkun Shkodër me 11 partitë dhe koalicionet, ku qytetarët e qarkut Shkodër do të kenë mundësi që përmes votës dhe vullnetit të tyre të lirë të zgjedhin përfaqësuesit në kuvend për 4 vite të ardhshme. Por çfarë duhet kemi parasysh në ditën e zgjedhjeve dhe në fletën e votimit në mënyrë që pasi ne të votojmë, ajo të njihet e vlefshme. Pas identifikimit nga anëtarët e komisionit, nëse ne jemi zgjedhës në qendrën e votimit përmes identifikimit online dhe pajisjes elektronike, ne do të na ofrohet fleta e votimit, e cila duhet të jetë domosdoshmërisht e pajisur me 2 vula, ato të kryetarit të komisionit dhe sekretarit të komisionit. Menjëherë pas marrjes në dorëzim të kësaj flete të votimit, ne do drejtohemi në dhomën e mbyllur, aty ku edhe do të ushtrojmë të drejtën tonë të votës. Por si duhet të votojmë? Duke qëndruar vetëm në kabinën e votimit, votuesi shënon me një X apo plus përbri emrit të subjektit dhe kandidatit që preferon në listën e hapur. Duhet patur kujdes që shenja të jetë brenda kuadratit bosh të parashikuar për krah subjektit. Zgjedhësi palos fletët në kabinën e votimit me qëllim që të mos shihet për cilin është votuar, por të paktën një nga vulat në pjesën e pasme të fletës të jetë e dukshme. Duhet patur parasysh se nëse fleta e votimit plotësohet jashtë kabinës së votimit, atëherë ajo është e pavlefshme. Po ashtu e pavlefshme fleta e votimit është edhe nëse ne kemi marrë atë të dëmtuar. Menjëherë duhet të drejtoheni tek kryetari i komisionit dhe të kërkoni një fletë të re të vlefshme për votimin tuaj. Ndërkohë, ajo që duhet patur parasysh është se përpara ditës së votimit, secili nga ne duhet të kërkoj emrin në listën e zgjedhësve pranë qendrës së votimit. Përpara ditës së votimit, duhet të sigurohemi që emri juaj gjendet në listat e votimit të shpallura në ambientet publike të njësisë suaj të banimit, në portalin e KQZ apo edhe në aplikacionet në zotërim. Në rast se ju nuk e gjeni emrin tuaj në listat e publikuara apo identiteti juaj ka pasaktësi, duhet të njoftoni zyrën e gjendjes civile në zonën tuaj. Gjithashtu, duhet të paraqisni një kërkesë në gjykatën e rrethit gjyqësor përkatës deri në 24 orë përpara datës së zgjedhjeve. Ky ishte një video informuese përgatitur nga Star Plus Televizion në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku banorët të qarkut Shkodër do t'i drejtohen kutive të votimit pranë zonave të banimit për të ushtruar të drejtën e tyre me votë. Për Star Plus, Nereida Vitoja.